Zonja, zotrinj dhe çdo person i ndërmjetshëm, përshëndetje nga Maja Bej. Ka dal dielli petull, deti petull, ky është plazhi më i bukur që mund të shikoni në botë. Bërtas, jo se jam entuziast, po na që më shurdhoi ajo varka nga që kishte shumë zhurmë edhe po bërtas. Është një nga vendet më të bukur, atje në fund po bëhet një martesa, dasëm atë çapo bëhet. Këtu vin një në dy që shikon këta, hapin unazat edhe u thon hajt martohemi. Bëjnë foto njerëzit, dalin xhiro njërën tjetrën. Këtu janë momentet lumtura, do këtu lumturohet njeriu, pastaj kur ikën mbrapa qanësh, ty e shikon fotot edhe i bën një herë këto fotot dhe pastaj sa herë shikon në Instagram këtë gjën. Ua, kam qenë dhe unë atje, ku diun lë komente që shikoj se kam qenë ca gjëra të tilla. Është vërtet vend shumë i bukur, tani nuk garantohet që fakti që erdhe ti do jesh njeriu me lumtur botë. Punë e madhe, kujt dihet se njerëzit e kanë lumturinë me buton. Por domethënë se kanë me buton, po këta e kanë dhe me buton, edhe nuk shtyp ataj butoni gjithsesi s'duan. Po nëse ky është plazhi, shikoni këtu. Një ndjesi shumë e bukur, plot njerëz ky italiano këtu. Ka marrë nusen nga Italia e Jugut. Edhe këtu s'lejohet bësh as not, siç e shikoni. Vështën çadër kampingu atë njëherë ko vjeshin çadra kampingu, pastaj erdhën shumë veta këtu. Edhe e prishin gjithë të idenë e të bërit plazh këtu. Dhe tani nuk lejohet as të futesh. Kjo është me gjop. Ja, plot nuk është se të bezdisin këta njerëzit, po ka ca njerëz atje. Për çefin do, si u duket? Miru duket të thoshtë. Ja, ka dhe hije këtu nëse do. Të vish edhe të ulesh çikte në hije nëse je lodhur. Te se kush martohej njëri po iku pastaj, s'martohet. Sepse momentet e bukura janë vetëm një herë. Të gënjej këtu momenti i bukur, ja vjen ti këtu me lule martohesh. Edhe pastaj e hatër jetën. Nëse tjetër më vetaj. Super gjë. Shikoje. Imagjino të vish këtu e mos të pëlqej kjo gjëja.